Sot me misafirën tonë të parë do të ndalemi tek një temë që prek shumë njerëz, por shpesh neglizhohet dhe nuk flitet sa duhet. Sëmundja inflamatore e lëkurës psoriaza. Në kuadër të ditës botërore të psoriazës do flasim për shkaqet, simptomat dhe trajtimet më të reja, por edhe për ndikimin që kjo sëmundje ka në jetën e përditshme të gjithë pacientëve. Në studio është me ne dermatologja Rufie Ziberi Ramuka, e cila do të ndaj këshilla të vlefshme për kujdesin ndaj lëkurës dhe rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm të sëmundjes së psoriazës. Përshëndetje dhe mirë se më erdhe, doktoresh. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu me ju për të folur për një sëmundje që, siç tha edhe ti, prek shumë njerëz dhe për të cilën ende nuk dim sa duhet. Falë të paktën ditëve botërore që i kujtojmë këto sëmundje dhe jo vetëm psoriazën, por gjithmonë na kujton që vërtet duhet vetëdijsime dhe duhet të jemi sa më të kujdesshëm dhe sa më me kohë ti rrim gati vetës fundja. Ashtu është. Doktoresh, atëherë çfarë është saktësisht psoriaza dhe si manifestohet ajo në lëkurë? Atëherë, psoriaza ka një përkufizim më të gjerë, të themi, dhe më të ndërlikuar. Unë do mundohem pak më shkurt ta definoj. Është një sëmundje kronike, e cila nuk është ngjitse. Këtë kam patjetër ta theksoj për ta shmangur atë stigmën që ju bëhet këtyre individëve, me ato periudhat e veta të përkeqësimit apo agravimit dhe me ato periudhat e qetësisë. Është sëmundje autoimune që e prek lëkurën, por jo vetëm. Dhe për nga manifestimi klinik apo ajo se çfarë shohim ne jashtë në lëkurë, është shfaqja e disa njollave të skuqura ose lezioneve psoriatike, të cilat janë të mbuluara me një shtresë me cip të bardhë, të cilat ne i quajmë skuama në gjuhën mjekësore, dhe këto lezione zakonisht lokalizohen për disa regione tipike të themem, si që janë bëryllat, gjunjët, këto zonat e fërkimit, po gjithashtu preket edhe skalpi i kokës. Kjo do t'ishte një përmbledhje ose definimi i psoriazës. E shkurt, si në fillim. Po më thuaj në këtë ditë botërore, cila është motoja e si vjetshme dhe sa i japin rëndësi në vendin tonë? Ashtu do me thënë, tradicionalisht në tërë botën, më 29 tetor, organizohet dita botërore e psoriazës, me qëllim të ngritjes dhe ndërgjegjësimit si të personelit mjekësor ashtu edhe individëve të prekur nga kjo sëmundje. Këtë vit tema e kësaj dite është psoriaza dhe komorbiditetet ose ato sëmundjet shoqëruese të psoriazës, dhe mesazhi i cili përcillet si vjet është se psoriaza nuk është vetëm sëmundje ose çrregullim i lëkurës. Është një çrregullim sistemik ose multidisiplinar që shpeshherë shoqërohet me diabet, me sëmundje të zemrës, madje edhe me depresion. Domethënë nuk është vetëm çrregullim i lëkurës. Që do të thotë kjo ka pak të bëjë edhe me anën psiqike të pacientëve. Sigurisht se po, është gjithmonë e prekur kjo anë. Sepse në shikim të parë ne vetë se i kemi disa fotografi të siguruara që mund të shohim qartë dhe saktë se si paraqitet dhe cilat janë ato shenjat që mund të vrehen në fillim dhe në shikim të parë. Po, doktoresh, ka fushata sensibilizuese në vendin tonë që zakonisht organizohen ose janë të mangëta? Organizohen, po thuaj se çdo vit, por jo çdo vit, nga ana e klinikës tonë, klinikës universitare të dermatologjisë në Shkup, organizohet ose shënohet simbolikisht dita e psoriazës. Këtë vit, ky organizim ose ky aktivitet do të mbahet me 4 nëntor, i organizuar nga kompania Novartis në bashkëpunim me klinikën e dermatologjisë, dhe sigurisht do të jenë të ftuar të gjithë mjekët dermatolog nga i gjithë vendi, me qëllim që të bëhen një lloj fushate informuese ose aktivitet sensibilizues, të themi. Kur jemi te paraqitja e kësaj sëmundje, sigurisht që duam të dimë edhe shkaqet. Cilat janë ato shkaqet që e nxisin më tepër këtë sëmundje, doktoresh? Atëherë, kur thamë është sëmundje autoimune, në radhë të parë e përmendim imunitetin. Domethënë ai është shkaktari kryesor, numër 1 i psoriazës. Autoimune nënkuptojmë sëmundje
kur imuniteti jonë vepron ose lufton në mënyrë të tepruar dhe i bën ato dëmet ose defektet tek psoriaza. Mirë po, psoriaza e ka edhe atë substratin gjenetik, që do me thonë predispozicioni gjenetik është një faktor ose shkaktar tjetër mjaft i rëndësishëm. Pastaj kemi edhe një sër faktorësh të brendshëm dhe të jashtëm, si që është stili ose mënyra e jetesës. Të ushqyerit ndikon? Të ushqyerit sigurisht, hipertensioni, obeziteti ose trashësia e tepërt, pirja e duhanit, konsumimi i alkoolit dhe të tjerë faktorë, dhe të gjithë këto duke ndërmjetësuar ose duke ndërvepruar mes vete bien deri te shfaqja e psoriazës. Koha ka të bëjë mjedisi temperatura të ulta ose të larta ose mund të themi stina, gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit gjithmonë na shtohen këto raste për keqësimet faktikisht ndodhin, sepse shpërthimet zakonisht janë kur kemi mungesë të rrezeve të diellit, të cilat e përmirësojnë psoriazën, prandaj edhe gjatë verës kemi një stabilizim të sëmundjes. Cilat janë moshat që preken më tepër në këtë sëmundje? Atëherë psoriaza nuk është se zgjedh moshë, të themi, preken të gjitha moshat, mirë po në parim është një sëmundje e adultëve. Ajo mosha e mesme prej 40 deri 50 vjeç preket më së tepërmi, mirë po duke mos përjashtuar edhe fëmijët e vegjël, edhe moshat më të shtyera ose të moshuarit, që gjithashtu din të preken nga kjo sëmundje. Që do të thotë edhe fëmijët ka raste që preken. Patjetër se po. Po për fëmijët si është trajtimi pastaj? Është i njëjtë sikur me të moshuarit ose? Dallon gjithmonë përdorim metodat më të lehta, sepse trajtimet sistemike gjithmonë i kanë edhe ato efektet e vete anësore dhe për t'i ruajtur të themi në një mënyrë fëmijët, për t'i mbrojtur. Në doza më të vogla. Me doza më të vogla, mirë po gjithmonë varësisht nga forma e psoriazës. Nëse psoriaza është e rëndë edhe tek fëmijët, do të përdorim terapi më agresive, ti quaj ashtu. Sa zgjat procesi i terapisë dhe sa zgjat i gjithë sëmundja në fakt në organizëm, psoriaza, sa mund të zgjat, sa ditë, java po? Nuk është sëmundje që të themi e zgjat me muaj ose me ditë, është një çrregullim, është një gjendje që zhvillohet dhe mbetet për tani jetën, të themi ashtu. Mirë po, siç thash edhe më herët, ka periudha të përkeqësimit dhe periudha të qetësisë. Do të thonë kemi relapse dhe remisione të sëmundjes, mirë po pacientët duhet të jetojnë gjithë jetën me sëmundjen e psoriazës. Dhe sa i përket trajtimit, varësisht nga përgjigjat që e jep vetë organizmi, çdo individ, çdo organizëm është i ndryshëm dhe përgjigja ndaj tretmanit ton është e ndryshme tek të gjithë pacientët dhe nuk mund të themi se ka një interval kohor ku e presim ne efektin e trajtimit. Domethënë gjithmonë varet nga forma, nga vetë pacientit, çfarë jetë e bën, çfarë stilit jetës ka dhe çfarë përgjigje do të na jep ndaj tretmanit. Po, ndërgjegjësimi i pacientëve, doktoresh, a vinë në kohë në klinikë për tu diagnostifikuar ose ndoshta me vonesë? është individuale të themi, ka disa pacient që me çdo njoll të shfaqur në lëkurë, jo vetëm të psoriazës, vrapojnë tek mjekët dermatolog, ka edhe të tjerë të cilët mundohen të vetë trajtojnë ato lezione ose shenja. Bëjnë mirë ose keq? Do kisha thënë keq, sido që t'jetë. Sepse ka raste kur edhe keq menaxhohen ose keq trajtohen, bëjnë dëm edhe me të mëdha dhe është vonë të themi momenti kur shfaqen tek ne dhe trajtimi pastaj komplikohet dhe sigurisht që zgjat më tepër. Kuptohet se varësisht nga diagnoza, sepse sëmundjet e lëkurës kanë diagnoza të ndryshme, por që në shikim të parë mund t'i shohësh ndoshta edhe të ngjashme. Ne që nuk i kuptojmë dhe që nuk jemi dermatolog. Po cilat janë ato shenjat e para, doktoresh, kur paraqitet psoriaza? Për shembull në disa vende të trupit ose? Po, ashtu është. Fillimi mbase mund të jetë edhe i vështirë për të thënë se një pacient ka psoriazë ose ta definojmë ashtu me shikim të parë, me vizitën e parë tek mjeku dermatolog. Mirë po, shfaqja e lezioneve të skuqura në lëkurë, të cilat janë të ngritura pak mbi nivelin e lëkurës, janë të mbuluara me ato skuamat e bardha dhe kapin ato lokacione tipike psoriatike, si që i përmenda, gjunjët, bëryllat, zonat e fërkimit,
Dhe nga ana tjetër, kemi edhe atë faktorin gjenetik në pyetje, kemi ndonjë familjar të pacientit që vuan gjithashtu nga psoriaza, ose ka vuajtur në të kaluarën, atëherë duhet patjetër të na shkojë mendja se bëhet fjalë për psoriazë. Por jo gjithmonë fillimi i sëmundjes është kaq tipik dhe specifik, të themi, i lehtë për ta diagnostikuar, ka edhe forma jo tipike të psoriazës, cilat kërkojnë pastaj metoda tjera. Që do thotë bëhen analiza më të detajuara në këtë rast. Po, patjetër, diagnostikimi në parim bëhet me anë të një ekzaminimi të lëkurës, me anë të anamnezës ose marrjes në pyetje të pacientit, të dhënat që do të na jep ai për kursin e sëmundjes, si ka filluar, si ka ecur, çfarë ka përdorur, çfarë ka ndihmuar për të përmirësuar gjendjen. Mirë po, dhe mbas gjithë kësaj, nëse ende nuk e kemi të qartë, ne mund të përdorim ose të çojmë pacienti për një biopsi të lëkurës, që është një metodë paksa invazive, të themi, bëhet në anestezion lokal, merret një pjesë nga lëkura, cila pastaj përpunohet dhe shifet në mikroskop, po në fund na e vërteton diagnozën, kur kemi më dyshje apo hamendje të ndryshme. Doktoresh, ka pastaj disa lloje të psoriazës ose është një lloj por që përkeçësohet në vijim? Ka forma të ndryshme të sëmundjes. Psoriaza në popull njihet si një sëmundje, mirë po ne kemi disa lloje të psoriazës. Fillimisht e kemi atë psoriazën vulgare ose forma klasike e psoriazës me pllaka. Pastaj kemi psoriazën gutate. Kjo është një formë e cila shfaqet me anë të pikave të vogla në lëkurë, ashtu edhe gutes në latinisht do me thonë pika. Kjo formë e psoriazës zakonisht shfaqet pas një infeksioni të grykëve me streptokok dhe kemi një shpërthim të psoriazës me anë të këtyre pikave të vogla. Pastaj kemi psoriazën inverse, që është një formë tjetër e psoriazës që prek vetëm zonat intertrigjinoze, si që quajmë ne, ose zonat ku kemi palosje të lëkurës, në pjesën aksilare ose nën skjetula, mes këmbëve dhe kështu me radhë. Pastaj kemi psoriazën pustuloze, ose psoriaza që shfaqet me ato pustulat që janë disa ndryshime në lëkurë që përmbajnë qelp, e cila mund në disa raste dhe të generalizohet në gjithë trupin dhe të rrezikojë direkt shëndetin e përgjithshëm të pacientit. Dhe në fund të kemi psoriazën eritrodermike, që është forma më e rëndë e sëmundjes, ku është e prekur mbi 90% e trupit, pacienti lëkurën e ka të skuqur mjaft intenzivisht, të thatë, kemi humbje të lëngjeve dhe elektroliteve, prandaj prishet ai balansi ose hemostaza e organizmit dhe pacienti është në gjendje të rrezikuar. Edhe është më e vështirë pastaj për të trajtuar. Më e vështirë patjetër. Edhe mendoj që në këtë rast duhet të shtrihen edhe në klinik, apo jo pacientët? Po, prandaj ne kemi atë pavionin e meshkujve dhe të femrave, sepse nuk është sëmundje që zgjedh gjini, prekën të dyja gjinit njësoj, shtrihen në spital dhe në varësisht cili tretman do të përzgjidhet, ashtu do të jetë edhe trajtimi ose kohëzgjatja e sëmundjes. Disa pacientë japin përgjigje shumë të shpejt, disa të tjerë besin të shtruar, mund të them edhe një muaj të tërë në spital. Pastaj vazhdohet tretmani edhe 2 herë në javë vinë në klinik për të rezatuar, varësisht domethënë nga trajtimi të cilin e përzgjedhim. Ka metoda të reja, doktoresh, të trajtimit në Maqedoninë e Veriut dhe që ndihmojnë për ta tejkaluar më shpejt krahasim me vendet e zhvilluara? Sigurisht se kemi dhe fatmirësisht që kemi, domethënë për skaj atyre tretmaneve klasike ose konvencionale që janë përdorur në të kaluarën, duke filluar nga tretmanet me kremra lokale, të cilat gjithashtu japin atë efektin e volitshëm të vet, kur janë në pyetje format e lehta. Pastaj kemi edhe terapi sistemike të cilat veprojnë në imunitetin tonë, duke e suprimuar ose ulur imunitetin, por që nuk zgjedhin cilën pjesë të imunitetit. Domethënë në përgjithësi e ulin imunitetin, duke ulur kështu edhe dëmet që i bën imunitetit tek psoriaza, por ajo që është
më e mira është terapia biologjike, ajo terapia më moderne, të cilën fatmirësisht e kemi edhe ne, tashmë 3 vite trajtojmë me sukses pacient në klinikën tonë me terapi ose këto agentët biologjik, të cilët veprojnë në proteina ose qelizat të caktuara të imunitetit, duke mos e prishur ose ulur imunitetin në tërësi të organizmit, por vetëm atë pjesë që është e aktivizuar më tepër se sa që duhet tek psoriaza. Terapia biologjike sot në botë përdoret si terapi e linjës së parë ose first line që e quajnë anglezët, ndërsa te ne është pak më e rezervuar për rastet më të rënda, të themi. Jo çdo pacient do ta fusim ose do ta aplikojmë terapin biologjike, e ruajmë vetëm për ato rastet mjaft të rënda sepse është terapi e shtrenjtë relativisht. Qartë. Po pas trajtimit të sëmundjes, duhet të kenë kujdes pastaj pacientët edhe në përdorimin e kremrave dhe kozmetikave të ndryshme, ose rikthehen në normalitet tani më? Rikthehen në normalitet kur trajtimi është i suksesshëm, mirë po këto pacienta gjithmonë kanë një lëkurë e cila kërkon një kujdes të veçantë. Themi lëkurë e shtrenjtë e cila kërkon preparate edhe të shtrenjta në disa raste. Për zgjedhja në fund ne u alejmë pacientëve. Hidratimi i mirë i lëkurës është thelbësor tek sëmundja e psoriazës. Dhe ajo është që na intereson neve, të jetë lëkura hidratuar. Çfarë do të përzgjedh pacienti, do të jetë edhe në përzgjedhjen e atij, sepse në fund çdo individ e njeh lëkurën e vet më së miri. Dhe din çfarë i bën më mirë dhe çfarë nuk i përshtatet. Shumë saktë, domethënë jo çdo preparat është i përgjithësuar për të gjithë individët, mirëpo është më rëndësi të jetë një preparat hipoalergjik, mos ta irritoj lëkurën, mos të ketë të shtuara parfume të ndryshme dhe ta hidratoj lëkurën në mënyrë të duhur. Domethënë, përdorimi i një emolienti është për gjithë jetën i rëndësishëm për pacientët me psoriazë. Doktoresh, meqense ju vazhdimisht jeni me pacient, çdo ditë përballeni me sëmundje të ndryshme, por ne do ndalemi te psoriaza, meqense për atë edhe të kemi ftuar sa ne si shoqëri i paragjykojmë për shembull njerëzit kur i shohim të prekur me sëmundjen e psoriazës. Fatkeqësisht i paragjykojmë, është e vërtet, ka njerëz, ka individ të cilët akoma mendojnë se psoriaza është një sëmundje ngjitse, që është shumë gabim, është shumë e pavërtet. Prandaj e thatë edhe në fillim. Ashtu, e desha ta theksoj që në fillim është sëmundje jo ngjitse, jo kontagioze, nuk ngjitet prej individi në individ, dhe është shumë e rëndësishme të kemi empati ndaj këtyre individëve, mos t'i paragjykojmë, sepse psoriaza ja është një sëmundje si gjithë sëmundjet e tjera, si që janë sëmundjet e zemrës, si që është diabeti, si çdo sëmundje tjetër e mundshme e organizmit, edhe psoriaza është një sëmundje me të cilën jetohet dhe veprohet normalisht. Si është bashkëpunimi pastaj, bashkëpunimi juaj përgjithsisht edhe personalisht e ytja edhe gjithë stafit që jeni bashkë aty për ta tejkaluar pacientët më lehtë edhe me anën psiqike të kësaj sëmundje, kur ta kuptojnë që po bëhet fjalë për një sëmundje që do shkojnë ndoshta edhe një muaj të plot për t'u kuruar. Po ashtu, me muaj të tërë, bile do kisha thënë unë, momenti psiqik është mjaft i vështirë dhe nga njëherë kërkon edhe bashkëpunim edhe me mjek, psikiatër ose psikolog, dhe shumë shpesh, sidomos pacientat e ri, të cilat kemi agravim të sëmundjes ose shpërthim të menjëhershëm, këto edhe vështire pranojnë, sepse pastaj me moshën individet edhe mësohen të jetojnë me psoriazë, por ai momenti i parë i shfaqjes së psoriazës është mjaft dramatik dhe keq përjetohet nga personat. Momentalisht tani, po ju them që kemi të shtruar një pacient i cili është i moshës shumë të re, është ende në adoleshencë me një shpërthim të rënd të psoriazës, tek i cili konsultojmë vazhdimisht mjekun psikiatër, kemi të shtuar edhe terapi nga ana e psikiatrit për të menaxhuar më mirë sëmundjen e psoriazës. Do me thonë në bashkëpunim. Si po ja del, po është mashkull ose femër? Është mashkull. Mashkull.
që sa ko ka që po përballet me këtë sëmundje? Është 2 javë i shtruar në spital, kemi tashmë përmirësim dhe ajo terapia nga ana e psikiatrit e bën të vetën dhe pacienti është tani në gjendje stabile, ndoshta nga java tjetër edhe do lëshohet në shtëpi, pastaj do vazhdoj tretmanin në kushte shtëpiake duke ardhur normalisht në check-up ose kontrolla të rregullta tek ne. Që të thotë edhe ana psiqike ndikon për ta tejkaluar më shpejt, se nëse shumë stresohesh dhe merr më me stres dhe më afër zemër, ndoshta edhe mund të përkeçohet. Saktësisht, stresi është një faktor i cili e triggeron, të themi, ose e shpërthen sëmundjen. Dhe nga ana tjetër, vetë sëmundja e shton stresin edhe më tepër tek këto individ. Dhe individët psoriatik futen, të themi, në një mënyrë, në një qark vicioz, nga i cili edhe vështirë kanë të dalin. Doktoresh, pa mos të marrë shumë kohë, sepse e di që të presim pacientët, por që nuk na refuzove ftesën, në shumë kënaqësi që të kishim sot, por një këshill për fund për gjithë shikuesit, për gjithë ata që e kanë kaluar këtë sëmundje dhe gjithë ata ndoshta që janë të prekur momentalisht. Atëherë këshillat janë të shumta, nuk do arri këtu t'i them të gjitha, mirë po një mesazh imi do t'ishte se të kesh psoriaz nuk është fundi i botës dhe psoriaza nuk të përfaqëson ty si individ se kush je dhe çfarë je. Me psoriaz jetohet, sidomos në ditët e sotshme kur fatmirësisht kemi të disponueshme terapi të ndryshme dhe mjaft efikase, të cilat dukshëm e përmirësojnë kualitetin e jetës dhe mundësojnë që këta individ të bëjnë një jetë aktive dhe normale si gjithë pacientët e tjerë. Njerëzit e tjerë. Mjafton një bashkëpunim me mjekët dermatolog dhe ta kuptojnë se nuk janë vetëm në këtë luftë. Një kontroll me kohë madje? Patjetër, gjithmonë me kohë dhe tek mjekët e duhur, sepse ka pacient që lajmërojnë tek mjekët tam ose te mjekët të sferave të ndryshme dhe në fund arrim te një keq menaxhim i krejt situatës. Faleminderit shumë për gjitha këto këshilla që i ndat me ne në këtë ditë e rëndësishme, në këtë ditë botërore të sëmundjes së psoriazës. Urojmë që sa më shumë të shtohet vetëdijsimi të gjithë këta pacient që po e luftojnë këtë sëmundje dhe për të gjithë ata që ndoshta mund të prekën, por që duhet ta vizitojnë me kohë mjekun dermatolog. Faleminderit juve për ftesën dhe mundësinë që t'i ndajmë të gjitha këto këshilla dhe informacione të duhura, në mënyrë që të ndërgjegjësojmë sa më shumë popullatën dhe mjekët në përgjithësi. Ishte shumë kënaqësi për gjitha këto këshilla dhe për këtë energji të bukur që na falet në mëngjes. Të dashur miq, ne këtu bëjmë këtë ndërprerje të shkurtër me një pikë muzikore për të rikthyer sërish në studio dhe për të vazhduar edhe me pjesën e fundit të programit tonë me një mysafir shumë special. Qëndroni me ne.